me fotografi që na ndihmon regjia për ta sjell pas një diskutim. Cili ishte mesazhi i sotëm sipas asaj çfarë ju e pat nga afërsia, sepse ne e pam nga regjia amerikane që nga Kader Bujpi. Kushtrim faleminderit shumë, me të drejtë e thua, pjesëmarrja në takimin inaugurues të Bordit të Paqes është një ngjarje jashtëzakonisht e rëndësishme për Kosovën, e cila pason takimin e Davos. Pra është një kapitull i ri në konsolidimin ndërkombëtar të shtetit tonë dhe në afirmimin e subjektivitetit të tij në arenën ndërkombëtare. Ndërkaq ftesa dhe afërsia nga presidenti Donald Trump për presidenten Osmani për të marrë pjesë në këtë forum dhe trajtimi që i është bërë atje përsëri, është një dëshmi e qartë e rritjes së besueshmërisë, kredibilitetit dhe peshës ndërkombëtare të Republikës së Kosovës. Cili ka qenë mesazhi? Sot presidentja ka nënshkruar deklaratë, zotim politik, dhe përmes të cilit edhe Kosova do të kontribuojë në Bordin e Paqes. Dhe cili do të jetë ky kontribut konkret? Kjo do të negociohet ndërmjet institucioneve të Kosovës dhe Bordit të Paqes. Pra, nuk ka diçka të nënvizuar, se u tha që mund të ketë trupa të dërguar në Gaza, edhe mund të ketë mjete financiare të destinuara për Gazën. Ne nuk kemi asnjë implikim financiar si shtet, pra nuk kemi asnjë zotim, asnjë kërkesë për ndonjë implikim financiar. Në këtë fazë do të përkrahim pra Gazën, sigurisht në kuptimin humanitar, siç kemi bërë edhe në të kaluarën, kur qeveria e Kosovës ka ndarë mjete për Gazën. Mirë po, tani në këtë fazë do të jetë një kontribut shtet, që është FSK-ja, e cila është e gatshme dhe këtë kanë dhënë edhe si rekomandim me shkrim, që në këtë fazë të kontribuojë me oficer shtabi dhe ekipet e deminimit. Ndërkaq, në një fazë të mëdhenshme, kur qetësohet situata, shqyrtohet dërgimi të tjerëve, mirë po në vendet ku merren vendime, për shembull shtabet qendrore, monitorimi e të tjerë. Ajo çfarë duhet të shtojmë është se Republika e Kosovës po ashtu ka një përvojë të jashtëzakonshme në ngritjen dhe ndërtimin e kapaciteteve policore, pra mund të dërgojmë trajner, në mënyrë që ajo çfarë ka ndodhur në Kosovë, pra kemi një polici të jashtëzakonshme, të cilës ja merr lagmi edhe rajoni, në fakt të përkthehet në trajnime dhe përkrahje që e njëjta të ngritet edhe në Gaza. Ne kushtrim kemi një përvojë po ashtu të jashtëzakonshme në përgjithësi në ndërtimin e shtetit, pas një lufte të egër, një shkatrimi total, një tokë të djegur, të cilën e kemi gjetë kur jemi rikthy prej të qenurit refugjat, kemi nisë nga zero dhe sot kemi